emrin e rrugës, telefonoj dje në emision, ishte për rrugën Muharrem Feza, kështu e përmendi, por që në ka mundin e zotë Leqica me dërgu të pak të një ekip andej dhe besoj që me verifiku si qëndrën situata. Pe kemi një telashe se rruga Muharrem Feza, poshtë rrugë kryesore, e cila ka shërbim vetëm me kontinjerat në dhaj një piknik. Ndërsa rrugicat për rreth, se cila e ka një emërtim të rrugëve. Kështu që nëse mundet emërtimin e rrugës, na sigurisht kemi me intervenu shumë shpejt. Po, pa tjetër. Nësë po të dëgjëm, pra edhe telefonuesja, pa tjetër, për cilën. Po me gjithat, mund të dërgoni besoj një ekip aty për të parë gjendjen. Pa tjetër, unë e nisi një ekip, unë e nisi në fakti kemi ata kryepunëtor të përgjes, unë tash kom e nis me po gjendjen qysh është rrugë për rrugë, edhe me shiku, sepse është një telashe të një pjesë rrugës Muharrem Feza me Sharon. Ato ka qenë kalumen me shtëpi dhe shërbime është hyrë deri më deri. Dhe tash se fundmi prej momentit kur ka filluar ndërtimi i lartë. Atje ka ndryshuar edhe lloji shërbimit sepse në momentin që po banesa kolektive, ata ndryshon shërbimin nga deri më deri në kontinjer. Mirë, po në disa pjesë lagjeve, 80% e lagjës është banesa kolektive, ndërsa një pjesë e vogël ka meta ende me shtëpi. Dhe këtu ka njëherë po na shfaqen këto problematika, mirë po